kjo që ndodhi, çfarë impakti do të ketë në vende të ndryshme të Europës, qoftë edhe ke taks paguesit europian në lidhje me të ardhmen e EU-s, e Bashkimit Evropian. Sepse i gjithë ky Bashkim Evropian financohet nga taks paguesit e vendeve të Europës. Po. Tash kur ashtu si brenda politikave të brendshme kur ka korrupsion nga një qeveri apo nga element ndryshëm një qeverie dhe populli fillon dhe jep mosbesimin që ka për këtë persona, për këtë qeveri, shudhen Bashkimin Evropian se taksat e tyre, taksat që punojnë njerëzit. Pra, çfarë impakti do ketë për të ardhmen e Bashkimit Evropian dhe a do ta shfrytëzojnë këtë forcat, gjoja sovraniste, ekstremiste, që janë gjithmonë në rritje? Është një fenomen i njohur i vjetër, ai që njihet me emrin euroskepticizëm. Ka ekzistuar euroskepticizmi përballë optimizmit federalist europian, këtu e vitet shkura. Mirë po, gjatë viteve të fundit, për shkak të dështimeve të Bashkimit Evropian, për shkak të qëndrimeve të tij që nuk kanë qenë në përputhje me vizionet që janë vizatuar në fillim nga etërit themelues të Bashkimit Evropian, lindën mosmarrveshje në vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe u krijua ajo rryma që shikon me dyshim, me skepticizëm procesin e Bashkimit Evropian dhe rolin e Bashkimit Evropian në plan ndërkombëtar. Dhe kjo rrymë euroskeptike ka ardhur duke u forcuar aqsa në disa vende duke u bashkuar me nacionalizmin, ka krijuar vërtet shqetësime të mëdha, sidomos në dy vendet më të mëdha dhe më kryesore të Bashkimit Evropian,